Përshëndetje, pasi kemi krijuar faqen e parë, faqen index, po të shkojmë te pjesa e Wordit, këtu ka dhe disa faqe të tjera për shembull. I bie që do krijojmë edhe 4 faqe të tjera që i bie 4 plazhe të tjera. Për shembull, është ky plazhi, është ky. Pra, po të shikosh te pjesa e programit, janë këtu 4 plazhe të tjera. Po i bie që këto plazhe do krijuar si faqe HTML, që po të klikojmë te kjo menu të hapet ky plazh, e të tjera me radhë. I bie që mos të lodhemi, i bie të krijojmë një faqe template, atë faqen e template do ta editojmë, do ta saveojmë dhe kur të krijojmë plazhe të tjera do ta thrasim faqen template. Ne do ta shikojmë se si veprohet. Atëre, e mbyllim faqen index, hebim close, dhe nisim file, new, dhe shikojmë template page, dhe marrim HTML template, javim create. Ishte njëta gjë siç bëm te faqja index, atëre pak, eci pak më shpejt. Background është background. Atëre tham, po i lëm me marrëveshje 250 këtu. Shumë gjëra do jenë të përsëritura, s'kemi si. Atëre 0 këtu. Okay. Ani këtë nuk po marr pjesën vetëm foton header do marr. Atëre edhe kësaj do i përshtasim një layer. Layerin tham 800. Të kemi 80. Atëre marrim foton header, e vendosim këtu brenda. Atëre e sevojmë pak këtë. Të sevohet. Atëre faqe e katërme. Tip description. Okay. Në fakt është krijuar këtu, ne kishim faqen folderin HTML, gjithsesi po e fshim këtë që e kemi këtu. Shikojmë mos ka ndonjë delete. Edit, delete. E fshim folderin template. Meqense kjo e krijoi vetë. Atë vazhdoj. Po marrim një layer tjetër. Edhe ky layer të vendosim pjesën e menuve. Atëre, për masën e layerit po japim përsëri me 250 me 250. Atëre, shkojmë në pjesa e menuve, vetëm se këtë herë do shtojmë edhe një menu tjetër që quhet menuja home. Po e shkruaj direkt home këtu që të më aktivizoj për të njohur të ketë të njëjtin format për tekstin. Të shkruaj shkrimi ose ngjyra. Atëre shkojmë përsëri në paste. Përsëri në fundit, ja, okay. Do të dini që menuja home do lidhet me, kur të bëjmë pjesën e hyperlinkut, do ta lidhim me faqen index. Po marrim një tjetër, layer tjetër. Okay. Dhe po save përsëri. Okay. E mbyllim. Tani vazhdoj. Kam në diçka pezull të pjesa template, do ta shikojmë. I bie që këtë pjesën e layerit që është numër 3, këtë më duhet ta lë të hapur. Domethënë të gjitha të tjera do t'i lë të mbyllura, kurse vetëm këtë do lë të hapur. Që kur të krijoj faqet me emrat e plazheve të tjerë.
Ok, dhe mund ta bëj tani. Atë po aktivizoj. Text po jap. Pra kam selektuar leje nëmër 4. Pra dhe njerë, selektoj leje nëmër 3 fal. Template object dhe më marrim tip editori. Ai se kam po. Text. Atra, dhe kryojmë plazhe të tjera. File, new, template. Pra, jemi këtu të klikojmë template e të thrasim këtë faqe që krijojmë. E shikoni tani çfarë ndodh. Pra, të gjitha të tjerat janë të mbyllura, këto, vetëm ky pjesa këtu është e lirë. Atë e vim dhe kopjojmë tek faqen nëmër 2. Bëjmë copy, vim e bëjmë paste. Ok, lëni paragrafin këtë dhe selektojmë. E japim përsëri surzim header nëmër 1. E kopjoj këtë. Atëherë kopjojmë CTRL dhe C. Atëherë e save-oj CTRL C. Dhe me qenë se kjo është faqe, në momentin që do save-ohet është faqe të mbledhur. Dhe bëjmë save me emrin e kësaj. Dhe po mbaj edhe internetin hapur dhe burkoj një foto për këtë plazh. Atëre, imazh. Dhe më shërkoj një foto. Atëre përqoj tek foto. Ndërkohë emrin pa bëj paste, e kam të mbartur këtë emrin e kësaj. Atëre vi dhe e marr plazh. Atëre lënë të djathtë. Ok. E jap save. Dhe njëjtën gjë do bëj edhe për plazhet e tjera. Atëre file, new, përsëri template, e thrasim. Këtu shkoj, vi kopjoj faqe nëmër 3. Copy. CTRL dhe V, që është paste. Po jap një space, ndërkohë eci pak me delete këtu. Heading, e kopjoj këtu. Copy. Dhe save-oj, CTRL S. Po eci me komandën tastierës. Ndërkohë, vi përsëri në internet, kërkoj një për këtë plazh. Atëherë kopjojmë. Atëherë dhe këti i bëj emrin. Atëherë ishte atëherë po vendos pak në qendër këtë. Diku këtu. Atëherë vazhdoj djatës. Më dole saktë. Ok, edhe po e lëna të formë, s'është problem. Se për masën. Atëherë, ok. E mbyllim këtu. File, new. Shkojmë tek tjetra. Paste. Atëherë heading, kopjoje, CTRL C, CTRL S, save, paste. Atëherë gjeni foto për këtë. Foto.
gjallë këtë formë. E sejvoj, mbaroj, file new, përsëri. Shkojmë të Wordi, kemi edhe plazhin e fundit. Kopioja, sejvoja. Atëre vetëm copy paste bëj, nuk është se ato të njëjtën logjika në të gjitha. Atëre kopioja këtë. Atëre marrim një foto tjetër. Okej, doli foto shumë e madhe. Atëherë nëse doli foto shumë e madhe, ndryshojmë këtë. Sepse e ka masin 1000. Atëherë vendosim 300. Atëherë lëm. Le djapa. Lëm se. Okej. Pra kemi bërë gjithsej faqet e mëllo janë bërë 5 faqe. Do të thënë është indeksi. Të gjitha këto janë HTML. Do të thënë që faqen template ne shfrytzuam për të krijuar 4 faqet HTML. Ne do bëjmë lidhjet. Shkojmë në pjesa hapim faqen indeks. Atëre zgjesim këtë faqen indeks. Atëre këtë plazh do ta lidhim me atëre këtë do ta lidhim me faqen përkatëse. Atëre klikojmë te pjesa link, klikojmë te browse edhe do ta lidhim me kështu. Plazhin tjetër. Edhe plazhin e fundit. Dhe bëjmë plazhin e fundit. Dhe le bëjmë save të gjithës. Dhe le shikojmë në internet si do duket. E shoni që ka pjesën e linkut. Atëre i bie që klikojmë, por vetëm se nuk kthehemi të mrapa tani. Duhet edhe këto në vetvete të lidhen. Atëre si do lidhem? Nuk do merrem me 4 faqet për të lidhur, por do lidhim faqen template. Pra do bëjmë lidhje me faqen e template e automatikisht ato updatohen, marrin update të 4 faqet. Edhe shkojmë edhe hapim faqen e mbyllim këtu. Dhe hapim faqen template. Që kemi. Atëre, do të thonë që lidhjet ne do t'i bëjmë te kjo faqe të template dhe automatikisht ndryshimet do ndryshojnë edhe për 4 faqet e tjera. Atëre, me në nom, do ta lidhim me indeksin. Këtë tjetër me faqen përkatëse. Ok, tani po të japim një save dhe shikojmë që kjo kërkon update për të 4 faqet. Atëherë japim update. Ok, dhe close. E mbyllim dhe shikojmë në internet. Dhe japim një refresh. Atëherë jemi në pjesën nom. Pjesën nom janë të gjitha. Shkoj si mund të kthejmë. Do të thënë të gjitha janë bërë lidhjet e saj. Ok, ka që kishim. Pra pam pjesën e hyperlinkut dhe pam pjesën e linkun, pam pjesën e templatet.